Si duket diasporën shqiptare, thellë ka tronditur kronika e emetuar në televizionin Art për gjendjen shëndetësore të flamurit 9-vjeçar, djalit të dëshmorit të lirisë Raim Samiut, komandant Zogut. Fal internetit dhe fal rrjeteve sociale, ky lajm tashmë ka marrëdhënë dhe të gjithë me mishe me shpirt po bëjnë çmos që të gjejnë alternativa për ndihma kësaj familje. Erol Hasani është një djalosh nga Presheva me punë në Zvicër. Ai veçanërisht për rastin e flamurit ka ardhur nga Zvicra duke vizituar këtë familje në Tetov dhe për ta ndihmuar këtë familje e për të sjellë amanetet e bashkëdhetarëve tan anë mban shteteve perëndimore, por edhe për të plotësuar dëshirën e tij personale që të takohet me flamurin 9-vjeçar. Erolli ishte një djalosh tepër modest. Modestia e tij ishte aq e madhe sa që nuk lejoi që kamerat televizive ta shënojnë këtë ngjarje të madhe, duke thënë se këtë punë e bëi për rizat të Zotit dhe për kushtim ndaj familjeve të dëshmorëve. Por megjithatë me lejen e tij ne arritëm që të sigurojmë xhirimet private të tij, realizuar në shtëpinë e familjes së dëshmorit të lirisë Raim Samiut. Krejt emre që të kush ka dhon, kush s'ka dhon. Krejt janë domethënë. Do të më thonë, erëm kanë quen, pina Austria, pikaj të më thonë, kër mi ka lishu Bank Zvistrës kanal franga. Edhe të tjerë që e shoqëronin Erollin, mes të cilëve edhe reperi njohur shqiptar Arjan Agushi, i mirënjohur si Goldi G, nuk donin publicitet mediatik për këtë ngjarje. Por me insistimin ton, arritëm që të marrim opinionin e tij për këtë aksion dhe projektet e tjera që ai realizon e që kanë karakterin humanitar. Kisha pas qef me bo apel për krejt shqiptarë që kanë përgjithësi këtu, jo veç të topën kilvena që ka jetojnë shqiptarët, me ndihmu aty në që ka nevoj për neve, për marrë parasysh kush është, për derisa baba i vetë ka kontribu në këtë luftat, që kene pas në nevoj, du me ndihmu na ma atë mundësi që ka e kemi. Ndihme jo një e vogër është për dikon shumë, kështë që apeloj këtë popullit shqiptarë me ndihmu atë ideali. Erol Hasani dhe shumë të tjerë si ai që janë në perëndim, janë dëshmi e gjallë se sa të fuqishme e kemi ne shqiptar diasporën tonë. Ne si popull gjithashtu e kemi të ngulitur në zemër që nga lindja ndjenjën humanitare, por kur janë në pyetje familjet e dëshmorëve të lirisë dhe fëmijët e tyre, atëherë rruga Zvicër-Maqedoni-Kosovë na duket aq e shkurtër dhe aq e ëmbël, pasi që rezultati i këtij udhëtimi bart në vete atë shpirtin fisnik dhe humanitar. Flamuri 9-vjeçar këto ditë gjumi e ze me laptopin si dhuratë nga Erolli. Këti fëmije, për një çast, është duke u kthyer buzëqeshja në fytyrë dhe po e harron sëmundjen që e ka katandisur. Familja e tij falenderon të gjithë ata që kanë ndihmuar duke e drejtuar këtë falënderim tek hyjnorja. Zoti u aktheft me të gjitha të mirat.